pritet pasimi, por i gabuar. E kanë përsëri vendasit. Zabela ka goditur dhe ka shënuar. Ishte një mundësi dhe ajo u shfrytëzua maksimalisht. Pas ju kryer pasimet të sakta dhe ishte Zabela adje që goditi ballë për ballë me portierin Pëllumbi dhe ka arritur të shënoj. Pra Tërboni 1 dhe Adriatiku 0. E ka kontrolluar topin. Ka tribluar dhe 11 metrësh. Kemi 11 metrësh në minutën e 43 të pjesës së dytë. Ishte pikërisht Mojses i cili arriti të dëpërtoj, por ka ndërhyrë në mënyrë të gabuar njëri nga futbollistët e Adriatikut dhe kryesori i takimit Granit Sulku ka akorduar 11 metrësh. Le të shohim se cili nga futbollistët e Tërbonit do të godas portën e portierit Pëllumbi të Adriatikut. Me sa duket është Karaj ball për ball me portierin Pëllumbi. Janë minutat e fundit të krejt takimit. Ishte Mojses ai që arriti të marrë këtë 11 metrësh. Ka goditur Karaj dhe ka shënuar. Ka goditur dhe ka shënuar në krahun e majt të portierit Pëllumbi. Një goditje sakt e qetë dhe Tërboni kryeson me rezultatin 2-0. Dhe ka ardhur fshëllima e kryesorit të takimit Granit Sulku, i cili ka sinjalizuar përfundimin e 90 minutave të këtij takimi, ndeshje e cila u fitua nga ekipi Tërbonit me rezultatin 2-0. Tërboni 2, Adriatiku 0. Nga stadiumi Ismail Gjemali i qytetit të Pukës i japin fund të këtij transmetimi ku ekipi Tërbonit me këtë ndeshje arrin në kuotën e 23 pikëve. Suksese në takimet e tjera.